A lejohet që gratë me marë pjesë në varrim, do me thënë me shku të vorët edhe me varros gjenazën? A lejohet që gratë me bani vepër tillë? Kallëzën njëna prej muslimanëve, thot Atiyja, thot na ka ndalu Rasuli alayhi salam me marë pjesë në varrim, do me thënë me ecë mas gjenazës, por me varros, edhe me marë pjesë në varrim. Na ka ndalu Rasuli alayhi salam, edhe nuk ka një ashpër ndalimin e tina. Mirë po, na ka ndalu Rasuli alayhi salam. Do me thënë, për muslimanët, për nanat tona, për motrat tona, është ndalume me marë pjesë në varrim, do me thënë, me përcjell gjenazën të vorët. Për shkak se është një keq kuptim. Për shembull, nëse gjenazja niset prej shtëpisë, edhe shkon te filan xhamia me fal namazin gjenazës, këtu ju lejohet grave me shku deri te xhamia edhe me fal namazin e gjenazës me musliman. Lejohet. E di që se keni kur, nashta, ama lejohet. Për shembull, ata që kanë numre ose në haxh e kanë fal namazin e gjenazës burra dhe gra, s'di sa herë, e din ata. Domethënë, po edhe nëse namazi i gjenazës falet në bar, lejohet që gratë me marr pjesë. Namazin e gjenazës është mirë, është hajri i madh. Ku ka dua më të mirë se sa duaja e nanës me marr pjesë në namaz gjenazës, ose duaja e vllaut, ose duaja e motrës, ose duaja e vladve, ose duaja e gruas. Këto janë dua të mira, lejohet me marr pjesë. Domethënë mos e keq kuptoni. Këta nuk e bajnë ana, nuk e di pse, nuk e di. E di që nuk e bajnë, populli nuk e bajnë. Këta lejohet me bagrat. Domethënë më fal namazin e gjenazës lejohet me bagrat. Me përcjell gjenazën në varr nuk lejohet me bagrat. Edhe për ju tham si musliman, si vllazni, si motra që ju kam, si nana që ju kam, mos e bani kur mos e bani. Allahu Azza wa Jall gjithmonë e don hajrin për ty, edhe ta lehtëson hajrin. Unë po foli për kësaj na që fola të fes, po edhe po foli për provojës teme, me bë me përcjell nana, motra, gjenazën të vorët është shumë vështirë. Është jashtëzakonisht vështirë. Kur shohet gjenazja në dhej, burri vetën e ka vështirë me sabër. E lemar dhe gruaja. Nuk jam të thënë që gruaja është me adopt. Jam të thënë musliman, atë ka ndodhur me pas në herë sprova në vlad. Ose në familje. E ke po, kur je vetën nam e mledh vetën bas sabër. Kur ti pa i vështirë të mërzitesh më shumë. Është sikur një gacë nëse është u kallet, ama nëse ja afron edhe një gacë tjetër të kallën dyjat më shumë. Do me thënë, në qofë se baba, vllau, djali, u shku me varros, babën e vetë, vllaun e vetë, të vorët, aja ashtu kështu me nëzirë shtu bosabër. Paramendo me ja qua edhe nanën, motrën, aty, e sakaton edhe këta edhe vetën. Por që ta prej rahmetit Allahut Azza wa Jall e ka ndalu Rasuli alayhi salam që gratë mos me marr pjesë në varrim. Mos e keq kuptoni këta se për shkak në këtë kohë u bë kështu, domethënë njerëzit kujtojnë që na nënçmojmë gratë. Feja jon e ruan gruan, e ruan burrin. I ruan të thanë. Unë e di një rast që mas varrimi i unë shku baba dhe nana të vorri e vladit tyne, edhe gati unë me çatje. Mas varrimi baba e nana në shku të vorri e vladit tyne edhe gati unë me çatje. Për shkak se është vështirë me sabër. Kështu që paramendo me pakon i njëjti në varrim. Është shumë vështirë. Kështu që nuk është që e nënçmojmë na gruan o vllajën. Është feja jon e ruan gruan, po e ruan edhe burrin, hak. E ruan edhe burrin ti paramendo vllau të varros vllahun me pa nanën. Është vështirë ti mos i kur ti paramendosh temat mos i paramendo të pi çaj e të bollaf paramendo tamam e shkon varrim. Kjo është që i këshilloj muslimanët vazhdimisht që mos më marr pjesë në varrim. Mos e nis anena, mos e nisë gjenazja prej shtëpisë për të vorrët, mos e nis me ta. Niset prej xhamisë për të vorrët, mos e nis me ta. Kjo për shtëpi është hajër për ty, për vllazën tënd, për motrat tua, për falefisin tan, për këtë musliman. Është hajër i madh nëse kthehesh. Ama nëse dikush prej muslimanëve thotë nuk ki drejt me fal namazin gjenazës, thuj pse s'kam drejt me fal namazin gjenazës, kur Ummul Mu'minin, nana e besimtarve, Aisha radhiyallahu anha, ka fal namaz gjenazës, sa që ju ka thënë bile
binet e xhamia të falem namazin xhenazës, edhe kur I ka pa njerëzit që po çuditëm pse po thotë këtë fjalë, ka thënë ç'është puna e njerëzve, shpreh I harrun hadithet, traditat e Rasulit alayhi salam. Kështu që për fund po ta mënon edhe motër mos u nis të orët, mos u nis. Allah është dëshmitar që kam provu edhe për familjes teme kështu. Nuk është që kanë marrë pjesë në varrim, mirë po e di që është hirbet me basabër atje. Kështu që mos ja rano babës tanë, mos ja rano vllaut tanë, mos ja rano kërkujna për muslimanëve, po dhe mos ja rano edhe vetët, ruaj edhe vetën. Por shkak se nashta sot ban sabër. Nashta sot ka vdek babgjyshi që I ka pas 90 vjet, ban sabër. Ama nëse bëhet tradit, kur bëhet traditën nëse me hek, e kur bëhet traditën e godet se cilën. E kur të godet, kur të vjen dikon natë, që s'po du me të po atë shambuj, ndodhë që Allah në rujt me thonë fjalë, me cilat Allahu Azza wa Jall nuk është I kënaqur, Allah në rujt e në një bovë gjithmonë, e I dhash sabër muslimanëve gjithmonë. Allahume forcoj besimtarët, Allahume letëseja muslimanëve kudo që janë.